As një vot të mdoshit. Tom, ja ku po të them pa gjithë të e burra dhe grave, në qofë se ka njëri në Shqipëri që ka punë me Zotin, jetë ti dhe Vil Manushi. Ju jeni të dy, në origjinën e të gjitha dhimbjeve, e të gjithë smundjeve që nuk vjekohen nga ilaçet e skadura që kshisin treg. Ju jeni mumullës të tregut, dhe aq më keq të them, mos shtro iftar me parat e vjedhura. As kërkum. 3.500 tendra fiton Vitaj. E kuptoni ju vetë? Bashkë me Vil Manushin i fshin ilaçet. Nuk ka më ilaçe në Shqipëri vetëm ilaçet e tyre. Ilaçet e tyre janë si ato. Ndaj dhe hiq dorë nga kjo fushat, njeriu që shkon dhe ble parti. Keni pa ju? Shkon e blen partinë e tjetrit. Qatë më? A më në të taka. Po kjo është e vërtet. Tani 2 fjalë për ata ish për Amerikanët e mi. Ramiz, Fatmir, e tjerës, hiqni tani, e morët vesh se ku shkoj Donaldi, se ku po shkon dhe Kimi, mos vazhdoni gënjeshtën e Lulbashës, se nuk ka gjë më turp të gënjej Lulbasha nga mëngjesi gjerë në darë. Të gënjej që po t'ulli dhe të mendoni sa heri një gënjyë, ju sinit Zot t'i numroni. Ktheuni, mos vazhdoni betejnë për Edi Ramen, se është çdo vot. Për ta është vot për Edi Ramen. Çdo vot për këto partit kundër opozicës është vot për Edi Ramen. Ndaj dhe shkodranë dhe shkodranë, njerëz të mençur, burra dhe gra, asnjë vot për ta.